shfrytëzimin maksimal i ditëve të para të muajit Dhul-Hijja. Dita e parë e muajit Dhul-Hijja sipas takvimit është të hanën. Dita e hanë fillon dhe pastaj deri në ditën e Bayramit dhe vazhdojnë me 3 ditë Bayramit. I thonë 10 ditë, pa ato janë rresht 13 ditë. Janë ditë më të mira. Pejgamberi më ka thonë, nuk ka ditë gjatë vitit që vepra e mirë tek Allahu është më e dashur se në këtë ditë. Çka nuk kupton kjo? Allahu e don gjithë punën e mirë. Me u pendu te Zoti, me bë punë mira, me përmend Allahun, me fal namazin, me dhon sadaka, me kontribu, me u pajtu, me u vizitu, me u ndihmu, me mësu, e shumë punë mira. Allahu i don gjithmonë. Gjithmonë Allahu i don. Allahu i don punë të mira dhe Allahu i urran dhe nuk i don punë të këqija, punë të niga. Mirë po. Në këto 10 ditë vlerësimi, shpërblimi i Allahut për punë të mira. Dashuria e Allahut për punë të mira është shumë më e madhe se në ditë tjera. Prandaj kjo nuk kupton se angazhimi jon, përpjekja jon, kujdesi jon për punë të mira në këtë ditë duhet të jetë i veçantë. Të nderuar vëllezër besimtar, mos e nuk vlerësoni këtë 10 ditë. Vlerësoni shumë, nga se mjafton këtë që tha pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe mjafton për kushtimi i pejgamberit në këto 10 ditë. Madje mjafton edhe sqarimi i dietarëve se këto 10 ditë janë madje edhe më të vlefshme se Ramazani. Mund duket e çuditshme, por ja kështu është, nga se kështu tha pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dhe konkurrojnë me 10 ditë të fundit, ku është nata e Kadrit. Atje në Ramazan, nata është më e vlefshme se nata e Dhul-Hijjës. Mirë po dita e Dhul-Hijjës është më e vlefshme se krejt ditë, madje se 10 ditë e fundit të Ramazanit, për shkak se në këto 10 ditë është dita e Arafatit, dita më madhështore, më e shenjtë, më e vlefshme nga ditë që ka lind dielli në dunjën e Zotit xhalla xhelalu. Prandaj të hyjmë në këto ditë të përgatitur, me pendim, me përkushtim, me shtrim të adhurimeve, me kujdes për namazet tona, madje me kujdes maksimal edhe në raport me punë të këqija, të ruajmë gjuhën tonë, të ruajmë syrin tonë, veshjen tonë, të ruajmë komplet me tërqenjen tonë, zemrën tonë fillimisht, gjuhën, gjymtyrët, të ruajmë, nga se jemi në ditë veçanta, në ditë speciale dhe specifike.